orë dhe live call. Mirë mëngjesi të dyve. Mirë se shikojmë sërish. Ne patëm mundësi, domethënë, vitin e kaluar. Pa, vitin e kaluar ka qenë. Që vitin e kaluar nuk kemi parë Toni, ku kemi diskutuar shumë gjëra, por sot do të vazhdojmë pikërisht atje ku e lame, ku na mbeti, që të vazhdojmë gjitha gjërat pa thëna. Është gjithmonë krahasim, kur do që është Toni në Maqedoni, ndoshta të tingëllon keq, mirë po ta shfrytëzojmë rastin që të flasim me ty për perceptimin e shumë temave të ndryshme, mirë po jam shumë e lumtur që sot të paktën një temë pak më ndryshe se siç jemi mësuar, mirë po fillimisht dua të di si je, si ke qenë, si ka filluar ky vit për ty. Si duket si e më mirë. Jo, na i përcjell pak atë energji, ndoshta na kap edhe neve. Edhe inkurziona në mëngjes kur e shohim dritën, ne buzëqeshim. Dhe me thënë ashtu në gjemë. Sepse u zgjova. Qdo ku shkoj, dhe me thënë e kam atë një gjë që sjell dritën, edhe kur sjell njeriu dritë dhe dashuri, atyre jeta u ndryshon. Dhe si zakonisht ne tërheqin a këtë drita. Veç kur jena nërsi të mbrenshme, ne frikena prej dritës. Po pse futem pa vetdije kështu? Pse e kryejmë atë botën imagjinare, ose pse nuk kemi dëshirë që të ballafaqohemi me dritën kushtimisht, ose me probleme të shumta. Nëse i bëjmë figurativisht, i ndajmë këtë njërën është një temë me të mirën edhe me të keqen. Tepëll e thellë, drejtoron. Mund të japim emisione 200 emisione për këtë sen. Nëse shkojmë në seften nga epigenetika, nëse shkojmë seften nga paraarsit tonë, se çfarë, domethënë, sjellje dhe çfarë mendime dhe çfarë sende ne i trashëgojmë, pa asnjë vetdije. Domethënë ti nuk e di se çka trashëgon së pari. Domethënë çka është ajo DNA-ja jote si familje. E dyta është rrethanat. Domethënë rrethanat që jetojmë, një rrethanat ku janë arrit, rrethanat me njerëzit, me çështjet familjare. Domethënë truri bëhet si një sinxher që i mbledh gjithë këta informata, dhe domethënë informata ditore, truri jonë që i merr është afër 85.000 deri 120.000 mendime. Ajo është në ditë. Që qarkullojnë në për tru. Në ditë. Dhe me thënë, nëse ti atë e bën me vite, sa vite i ke, edhe kur njerëzit më tregojnë se si, dhe me thënë, ti ke me biliona informate. Plus me shqisët tonë, veç me syrin, ne marrin 2 milion informata në sekundë. 2 milion informacione. Edhe në ditë mbi 2 milion, mbi 3 milion, 3 bilion. Miliard. Dhe me thënë, veç me sytë. Edhe shqisët tonë në marrin gjithë to informata. Edhe ne nëse trupin tonë... Dhe gjitha to kanalizohen. Gjithë kanalizohen këne. Edhe truri nuk mund t'i marrë gjithë dhe t'i përpunon edhe t'i ndane në mënyrë që neve na ndryshon jetën. Unë them hapin files shumë në tru. Plot files. Ama gjithashtu truri mund t'marrë veç 8 bits per sekund informat që e merr informat edhe e bën memorinë e trurit. Ata tjera i ndryshon, dhe me thëmë varet se si e ke pas psikologjin, nëse ke pas traumat të ndryshme, në përmes traumave dhe të shofe atë informate të avindone nën vetdije. Dhe me thëmë nën vetdija është qelsi i ndryshimit të njeriut. Dhe si njeri, si vetë, është shumë rënd të qëkësh nën vetdijen tënde. Se kër e sheftin pasqyr vetën, edhe shumica e njerëzve, kër shofin vetën pasqyr, ata nuk shofin vetën. Kam frikë edhe ta shofin vetën. E lajnë ftyrën, provonja këtë eksperiment e lajnë. Qka shefën pasqyrë në mëngjes kur zgjohës, kur shkon pasqyrë? Shpejt dhe vazhdon me punën. Është një rutinë e shpejtë. Një rutinë e shpejtë, nuk e shefti vetën, nuk e shefti. Se tash po mundohem ta kujtoj, po se kur e ke pa me të vërtet vetën, që po qëndrojnë para pasqyrës, laj dhomën ftyrë, edhe shumë shpejt e bëj. Që mund ta them për vajza, vajza, frikë ta shohin veten. Dhe kjo është ballafaqimi, është në vetdia jonë që ka frikë të ballafaqohet me realitetin që e kemi për momentin. Me realitetin që e kemi në moment. Do me thënë, ne mund edhe traumat e ndryshme t'i harrojmë. Do me thënë, ne jena një qenie, për mua është, jam tepër kurios, prandaj kam studiuar mbi 30 vjetësh shkencën e neuroshkencës, dhe u bënë një ndër ekspertë dhe leadershipit, neuroshkencës, biznesit, apo gjithashtu ndryshimit të psikologjisë. Se i kam dy sende, psikologjia dhe me thamë të regon shumë se si truri punon në stres. Dhe me thamë si përpunon gjithë ta informata dhe si kryon, dhe me thamë, besimet edhe vendimet. Se gjdo dit, truri bën afer 35.000 vendime, gjdo dit. Kur folim për këtë... Temë interesante kjo. Gjithmonë, do me thënë edhe hyrja është emocionale. Mirë, po kur flasim për atë errësirën që e përmendëm pak më parë, pikërisht edhe për pasqyrën
kur shikojmë vetveten, gjithmonë unë mendoj që bazohemi në komplekset, në anë negative të vetvetes. Asnjëherë nuk themi për shembull i kam shumë sytë e bukur ose nuk e di unë të bazosh vetëm tek një gjë pozitive. Po jo, vetëm te një gjë të bazohemi te një gjë pozitive. Ndoshta nuk duhet të jetë edhe fizike, mund të jetë edhe emocionale e brendshme. Por pse fokusohemi gjithmonë te negativja? Dhe ajo negativja vetëm na ngret poshtë. Për shkak se nëse kthehena fjalët që thash përpara, do të thonë nëse ne jetojmë në një rreth dhe kena një, për shembull, nëse nisim te prindët, fëmiu do të marrë, do të thonë, ata sjelljet prej gjirit familjar. Po. Mosh shumë të vogël. Do të thonë nëse ti e shef nanën gjithmonë ankohet, ti do bësh njëri që gjithmonë ankohesh. Unë do të bëhem me diplomë. Me diplomë, ne gjithë bëjna me diplomë. Ankesë me diplomë. Ne gjithë bëjna me diplomë për këtë. Ajo po diplomuar, po diplomuar. Po gjithashtu është një gjë, do të thënë njerëzit që nuk punojnë me trurin. Truri krijon kaos. Do të thënë gjithë informata mund të krijojnë një kaos tepër të madh. Do të thënë procesi që i kam krijuar është si të nxjerrim trurin prej një kaosi në një rend. Do të thënë kur gjëja është në rend ti e din si ku janë gjërat. Nëse hyn në një kuzhinë, edhe e shefti një grua ose një burr që me të vërtet e don kuzhinën, kuzhinjerin. Ata e din çdo gjë ku është në kuzhinë. E njëjta gjë ndodh në trurin tonë. Do të thënë ti e ke një kuzhinjer që është në kaos, edhe nëse ai të bën një drek, është shumë ndryshe se kuzhinjeri që i ka gjithçka e din ku duhet dhe mund të të bënë recepte aq të mira që ti çuditesh si i bëni. Mbrapa kur shkon me një kuzhinë që është kaos, ti ke frikë edhe të hash. Sa është e përlitë, është këtë, a dhe marri dhe një mikrobe. Kështu është edhe në trurin e njeriu, ti cili nuk dihet, ti sistemon gjërat. Korrekt, ti sistemon si ka rendu dhe nuk ka një sjellje ditore për të bënë këtë send. Kur jemi tek kaosi. Jo se na jep leksione tash për këtë, sepse gjitha këto që i themi këtu edhe që i kemi përjetuar, duhet të ketë edhe një çelës të nyjes për t'i zgjidhur. Korrekt. Si duhet t'i zgjidhim atëherë për shembull. Si përmende Valbona, do të thënë ne kur i kena gjithë këto sende, truri mësohet mbi 75% të mendimeve që shkojnë nën vetdije jo negative. Shumë. Mbi 75%. Do të thënë edhe sjellja e njeriu, nëse njeriu nuk ka disiplinë, ti thotë vetë ta ushqej trurin si ushqej barkun, ti do të jesh gjithmonë kaos. Do të thënë nuk do mund ta shohësh ti vete edhe ti thosh vetes, sot, okay, i kam qef sytë e mi. Po, sot më pëlqejnë. Më pëlqejnë sytë e mi, ose jo në buzëqeshja ime. Do të thënë njeriu kur buzëqeshen e përcjell atë energjinë pozitive. Kudo të shkosh në botë. Do të thësh është një gjë unikate për çdo njeri pa marrë parasysh kush je. E vërtet. Edhe hap më një herë atë besimin me një njeri tjetër. Edhe këta janë gjëra aq elementare që mund të bësh çdo ditë. Edhe e para sen kur zgjohesh në mëngjes, do të thënë merr 5 minuta. Merr 5 minuta, shkon qetësi me veten, shkon në atërsinë e vete. Edhe shiqo se çka mund shiqosh në atërsinë tënde. Do të thënë a ke brenga, a zgjohesh me një frymëzim se ditën të ta kesh tepër të mirë, ose ke frikë se dita do të kalon e katastrofë, ose të shkosh ti në punë dhe ke njerëz që nuk i don, ose shkon në intervistë, ose shkon te daja, te mingja, ka ndodhur diçka, ka probleme familjare, çdo gjë. Do të thënë këta gjithçka truri ti e kanalizon se si do të shkon dita. Ama nuk është veç kur zgjohesh. Shumica e njerëzve nuk kanë program kur shkojnë të flenë. Do të thënë ti nëse shkon me brenga të flesh, truri do zgjohesh me brenga. Do të thënë edhe ti nuk je në komand të vetvetes. Do të thënë emocionet nuk mund të qetësohen ose të shërohen nëse gjithmonë ti edhe kur flen nuk je rutinë. Do të thënë nëse ne nuk kena rutinë, nuk kena rend. Nëse ne nuk kena sistem, nuk kena, do të thënë, jena në kaos. Do të thënë e çojmë ditën çdo ditë. Edhe kur i pyesin njerëzit si a bë mirë, si nisoj. Si diçka po, e njëjtë. A ka diçka tjetër? Jo, bë nisoj është gjë. Është me frikshmja. Është me frikshmja. Për me nis për një vjet 100 libra shuri. Do të thënë çka është dallimi? Dallimi është një njerëz që investon me fokus çdo ditë edhe i thot vetes, Zoti më ka dhënë këtë potencial. Okej?
shumica e njerëzve as që pranojnë se kanë potencial, do me thonë janë viktima të rrethanave. Ne nuk guxojmë tani të themi unë për shembull, po e marr veten, nuk jam një moderatore e shkëlqyer, nuk guxon ta thuash këtë gjë, sepse ti je Po një je shkëlqyer. Po, për shembull tash po quajmë. Të dijeni. Për shembull, ne jemi në një shoqëri që nuk lejohet sepse lavdrata që i bën, të themi kështu personalisht për vete, gjithmonë e konsiderojmë me ndjemadhësi. Ndërsa ne gjithmonë e themi me drejtorin në studio, që domethënë edhe kritikat janë shumë të mira për përmirësimin e njeriut. E lejmë ku janë kritikat për vetveten, domethënë kur jemi kritikues për vetveten. Po flasim për kaosin, prandaj duhet të ndalemi edhe tek tema e ditës. Kemi një pyetje nga i shikues, po unë do doja ta deshifron edhe një herë. Po? Të ma rishkruan edhe një herë. Kaosi më i madh që na ndodh në çdo familje, Toni, është edhe pesha emocionale. Sot temën nuk e kemi përcaktuar për të bërë ndasi, mi po thjesht vetëm për të i dhënë seks, unë them për ta vlerësuar mundin e çdo familjari antari. Vendosim në meritokraci. Kush mban peshën më të madhe emocionale në familje? Së pari është një pyetje e përgjithshme. Po. Domethënë nuk është për individ. Ashtu. Dhe nuk jena në dije të shohim gjithë familjet dhe të bëjmë një mendim, një statistik të qartë. Por diçka që është e vërtet, është shumica e gjinisë femërore e mbajnë peshën. Por gjinia maskullore nuk flet për të njëjtën peshë që ata e mbajnë. Domethënë jo se nuk kanë peshë emocionale, por ata janë mësu të ballafaqohen me emocionet pa më i shpreh emocionet, edhe në disa herë, domethënë ata edhe smuhen prej këtij sendi, edhe mashkullit nuk flasin për këtë sende. Në kohën e sotshme, shiqir që kena më tepër të rinj që flasin për gjendjen emocionale të tyre. Se neve na kanë mësuar, unë u rita, domethënë zgjidheshim ne as babas, as kush që është më i vjetër, edhe bisedë kena. Atë thash debati mungon në familje, debat konstruktiv të uleshëm. Po, të mos agravon. Sepse gjithmonë agravon, domethënë nervoza, nuk guxon ti thuash babait asgjë sepse menjëherë, jo, unë kanë ndodhur shumë raste. Reflekton negativisht është keq. Edhe jemi ruajtur, kemi pas droje gjithmonë. I kemi pa qerën, si thonë, qerën e kemi matur si është babai për të guxuar. Qerën edhe çit më çaj. Ama nganjëherë është mirë ti kanë këto respekte. Ama jo të jenë domethënë në gjë që ty zëri tënd e ulën. Por gjithashtu duhet të mbajt respekti i dyjanshëm, jo vijjanshëm. Domethënë edhe kur bisedosh me babain, ta di se është babai yt. Normalisht. Domethënë problemi kryesor është komunikimi. Domethënë njerëzit nuk e kanë krijuar komunikimin në mënyrë që njeriu tjetër të ndëgjone. Edhe si zakonisht në trojet ballkanike, ke problem të biseda, të komunikimi. Dhe njerëzit që nuk të shprehen në familje, është për shkak se ata e kanë pa atë sjellje tan jetës me prindët e vet, me nënën e vet. Dhe nëna nëse nuk e ka atë komunikim të qartë me babën, edhe rritesh me friga, me marrë, me sende, fëmija dhe ta bën të njëjtën gjë pa vetdije. Domethënë kohën e sotshme shiqir që barkena teknologjinë nga ana pozitive e teknologjisë, që mund të fillojmë të mësojmë gjëra se si mund ne të shprehim. Edhe si zakonisht ne nuk mund të ndryshojmë prindët nëse ata nuk dëshojnë ndryshojnë. Dhe kjo bën konflikt madh te rinia shqiptare. Domethënë ne mësojmë diçka dhe duam jo me qëllim të keq, por duam me qëllim të mirë që prindërit tonë të na ndëgjojnë. Po. Por me fakt mua më ka ndodhur. Me fakt është ndryshe. Domethënë disa prindër kanë klientë ata shqiptar në përbotë që investojnë tepër mirë, edhe te vetja edhe te fëmijëve në trajnimet private me mua për çështje ndryshme, posaçërisht nga ana e emocioneve. Pse? Për shkak se gjithë këto sende truri nuk ka mësuar në mënyrë autentike dhe në mënyrë që është butëse të bisetosh për konflikt. Dhe ne është bërtasja. Bërtasja, është kërcënimi, është zhurma. Edhe në zhurmë nuk mund të ndëgjosh. Absolutisht. Dhe nuk mendoj që në zhurmë dhe përcjellet ndonjë mesazh. Domethënë ajo është agravimi i emocioneve, domethënë nuk është që ti mund të bindesh dikën vetëm nëse je duke bërtitur apo duke ngritur zërin. Një ndër bisedat me babain tim të ndjer, një ndër të fundit që e kemi pasur, ka qenë pikërisht sepse në atë kohë ishte edhe plasje edhe lufta në Palestinë që ende po vazhdon të ndodh. Mirë po, ishte tema e diskutonim me një passion shumë të madh të dytë, mirë po gjithmonë me një dialog të shëndetshëm për nacionalizmin, për racizmin që ka ndodhur, për luftrat në lindjen e mesme, gjë që po vazhdon edhe sot. Nuk dua të hyj shumë thellë, mirë po dua pak ta bisedojmë Toni sepse
Edhe kjo konflikti global që po ndodh, po prek edhe shumë familje, siç tha edhe drejtori. Po ndikon Do që nga mëngjesi kur të ndezet, që në mëngjes kur ndezet një veturë shtëpisë, do të thonë edhe ajo agravimi financiar që po ndikon. Tash edhe kjo prek edhe shumë anëtar të familjes. Unë mendoj që kur flasim për parat të paktën ende është baj që investon. Kjo pesha emocionale edhe me konfliktet e globit, si mund ta prek një familje. Flasim për një familje shqiptare. Flasim për krizën globale. Krizën globale. Po, gjendje psikologjike që na shkatron. Është shumë e rëndë. Kjo vjen prapë gjëran që bëjnë në botë. Domethënë, nëse leadershipi nuk është i shëndosh, nëse njeriu që ka, rolin e leadershipit të një shteti, të një kompanie, të një familje, pa marrë parasysh se duhet të kesh atë leadershipin e vetes. Dhe nëse ti nuk e grin dijen tënde, ti mund të krahesh kaosin që e shohim sot. Edhe ti as që merr mend se kur shkallëzohet poshtë një vendim, jo 35.000 vendime që bëhen me trurin, ti masën mund ta shkatërrosh, atë që e shohim sot. Dhe ajo normal vjen edhe në familje, po saqërisht kur vjen ana financiare. Atë kompan familjen time, domethënë, shumica e njerëzve në familjen time nuk e kanë mësuar si të komunikojnë në stres. Se domethënë, a është nga ana e paras, a është do një ngacmim, pa marrë parasysh. Ata mënyra e sjelljes shumica në familjen time personale, ata e ngrin zonin. Pse? Nuk them se është diçka keqe ose pozitive. Është se ata asnjëherë nuk janë mësuar me diken që të mund në mënyrë të mirë ta shprehin vetë. Edhe kur kam partnera që ata s'kan lidhje të dëgjojnë partnerin, ajo bëhet si një vulkan. Edhe nëse shohim ta se çka ndodh në botë, më para ne s'kena pas telefona. Domethënë tash rinia rritet me informatat e gjithë botës në dorë. Domethënë ata nuk e kanë ngrit dijen e vete, domethënë psikologjinë e tyre që mund të kenë një analizoj tamam. Jo vetëm analizoj, po ta dish si ti marrësh informatat pa u lidh emocionalisht me informatën. Domethënë nëse dëshiron kesh një debat për konfliktet në Izrael apo në Palestinë apo në Iran ose në përbot, pa marrë parasysh çka është. Mundesh të bisedosh në mënyrë të qetë. Domethënë pa më e marrë personalisht. Dhe nëse ti ke strese financiare, streset financiare nuk ndodhin për shkak se çka ka ndodhur në botë. Ata janë çka ndodh në botë të tregon atë ti që nuk e bën me kohë. Domethënë ti nëse nuk e krijon një biznes apo një profesion ose punë të ndryshme që jep ato holla pa marrë parasysh çka ndodh në jetën tënde, ti kur diçka ndryshon jashtë vetes, ti stresohesh më njëherë. Domethënë nuk je kontroll të vetes, të jetës tënde, të biznesit tënd, të profesionit tënd dhe të financave. Dhe si zakonisht shqiptarët në përgjithësi, edhe shqiptarët që bëjnë shumë para, ata nuk kanë dije të financave. Domethënë nuk kanë një vizion afatgjatë. Edhe liderat edhe politikanët të ne, shumica e tyre e kanë vizione gjatë afatshkurt. Domethënë as që nuk kanë vizion. Domethënë njeriu pa vizion është nëse ti shkon në një aeroport, edhe ti do të shkosh në New York ose vjen te unë në Londër, ama nuk e din, nuk ka asnjë farë shkrime se ku shkon ky aeroplan edhe ti shkon me shans. Domethënë që fati. Fati do të thonë, jo çon fati. Plan programi ose ka plan programi, ka strategji, domethënë nuk kanë një strategji të gjatë. Ata çdo supermarket që shohin në trojet tona në Ballkan, ata nuk kanë vizion të qartë. Punojnë për mbijetesë, nuk punojnë për vizion, ose për qëndrueshmëri, ose për një susek afatgjatë dhe çka ata dëshirojnë të krijojnë me paratë e tyre. Dhe e kisha një klient, domethënë ata investuan në Dubai. Klient shqiptar. Edhe unë i thash mos investoni në Dubai. Edhe ja tregova se shkoj normal, unë shkoj në përbot, punoj me lidera, me biznesa, me edhe informacionin ndoshta. Domethënë ekspertizja ime përfshin fushën e inteligjencës artificiale, teknologjisë, shëndetësisë, domethënë psikologjia dhe sjellja njerëzore është në gjithë fushat. Sa ajo ti të tregon se kush bëhesh si lider dhe çfarë vendime bën çdo ditë për organizatën, për shtetin dhe për çfarë do që të krijosh. Domethënë ne atë familjet shqiptare nuk e kena. Investimi më i madh çdo shqiptar, pa marrë parasysh kush i bin parat në shtëpi ose mashkull ose femra, domethënë
merr një trajner, merr një ekspert që punon se si mund të ti menaxhone financat sefte, të çofe si thojmë ne këtë me lupë. me lupën të çofe, domethënë atë bëj me çdo klient, domethënë i shohin sferat e jetës. Sferat e jetës që është sferën spirituale. Çdo njeri prej ne kena atë thellësinë shpirtërore, domethënë kena mbrashësitë shpirtërore që dëshirojmë të përmbushim. Pastaj mendjen. Mendja është qelësi i realitetit. Domethënë nëse mendja është në kaos, realiteti jot është në kaos. Domethënë nëse ai kaos është brenda, nëse ne kena shohim kaos tjetër, ajo do të bëhet shumë më e madhe. Amplifikohet kaosi. Domethënë prandaj stresi vjen familje. Këtë kam pas gjithashtu kur lufta nisi në Jugosllavi, domethënë ne kur I humbëm dyqanet, konflikti hipi në familje. Edhe ishte krejt te paraja. Domethënë ne nuk dim si të menaxhojmë veten, si të menaxhojmë paranë, si të menaxhojmë partnerin, si të menaxhojmë fëmijët. Në kohën e sotshme më kjo nuk është arsye. Kjo plot informata. Domethënë edhe nëse disa njerëz më thonë nuk kanë mundësi, kanë shtëpia, kanë vetura, shkojnë për pushime, shkojnë për kozmetika, bëjnë këtë sendet, a fjalën të thënë s'kam mundësi ose s'kam para. Fjalën e fundit e themi në fillim. Okej, ne I qelloj thashë që rini. Gjyshi thonte një fjalë, lënë një han bar. Edhe largohet. Domethënë nëse ne jetojmë si kafsh, edhe mendojmë si kafsh, edhe bëjmë veprime ditore me friga të ndryshme, ti mund të kesh një vizion. Po dhe nuk po jeton potencialin e plot. Unë do doja që të ndalesh edhe ta pyesja psa jemi përmirësuar si shoqëri. Domethënë që kur kemi filluar këta leksione të mira të mbajtur që I jepni këto si life coach, si udhëheqës shpirtëror për t'i zbërthyer njerëzit të cilët kanë problematika të shumta, më thuaj, prej herës së fundit që ishe, ka patur më shumë kërkesa tek shqiptarët për të gjetur zgjidhje të brendshme që I kanë? Është një stres, jo, çdo shqiptar ka nevojë, unë besoj se çdo njeri në përballë ka nevojë. A ka filluar më shumë tash që të hapen, sepse në një formë na do duket kërkojnë ndonjëherë si tabu, na duket pak si tabu akoma. Si shoqëri. Për disa njerëz në shoqëri, normal shoqëria te ne, domethënë nuk është tema tabu. Është vendimi. Po dhe vendimi që mund ta marrin ata. Që ti investosh në vete. Ata bëj mos e bëj. Jo se s'kan para. Shqiptarët ne jena këtë njerëz që punojmë. Shumica e shqiptarëve kanë shtëpia. Shumica e shqiptarëve kanë vetura. Kulmin e kanë Ne kena luksos kena, thonë se jena të varfër. Ne bëjmë panik se kemi 3-4 se një e kemi. Se një e kemi, korrekt. Domethënë panika është aty. Domethënë është një gjë që shohin në përballë, jo vetëm në trojet tona. Kje 10% shqiptarëve që japin tepër prioritet zhvillimit personal, zhvillimit biznesit, leadershipit. Për shkak se life coaching për mua nuk është ajo ekspertizja ime, është një mjet që e përdori. Domethënë unë jam ekspert I kvalifikuar në këtë që bëj. Domethënë edhe si psikolog, edhe si inxhinier. Domethënë kur shkon ti ka shumë hapa të ndryshme që njeriu mund të marrë. Hapi I parë, domethënë ke informata ChatGPT, ke Google, ke YouTube, ke shumë sende që mund të marrësh çdo ditë që të fillosh hapin, hiç çdo kush ka telefon. Domethënë telefoni mund të japë gjëra që ta mësosh. Me fat keq, statistikat botërore, rinia sot bëjnë scrolling. Çdo ditë domethënë ata short videos. Po kishte një statistikë që 6 kilometra rrugë bëjnë 16 kilometra. 5 deri 6 orë njerëzit janë në telefon. Edhe kur prindët në punësojnë, ti shofe këta sjellje të ndryshme të fëmijëve, ajo janë sjellje drogës, ajo janë sjellje adiktive, ajo janë sjellje se s'dëshirojnë shkojnë në shkollë, s'dëshirojnë të kenë kare, kanë ankth, s'ka lidhje me çka vinë ata te unë. Unë kur filloj ta shoh sjelljen ditore, ajo më tregon gjithçka se ku është problemi. Edhe si zakonisht njeriu që e ka kriju problemin nuk është njeriu që mund të ta zgjedhë. Domethënë nëse fëmiu rritet në atë problem familja ditën aty flasë fëmiu nuk e ndëgjon. Është mbyllur. Edhe është I mbyllur. Se kam pas këtë kur isha vjet kur isha në Bora Bora. Domethënë isha me 3 klientë të Amerikës, të Hollywoodit. Ata një familje çdo ditë rinte afër meje. Për shkak se kisha klientin tepër të famshëm, ne filloshim bisedojmë them është për ata. Në fund të trajnimit, kur e panë se unë jam duke biseduar se është dita e fundit, ne bëshim shaka gjithmonë, pse ata gjithmonë tavolinën afër nesh. Edhe ne thosha do të marrin selfie me ti, okay? Edhe
Buri u ngrit me syza i nalt, 3 metra e diçka, unë i vogël kështu. Na fani, tha, mund të bisedoj me Tonin, edhe ne fillom këtë qeshin, se ne mendom se do të bisedoj me klientat e mi. Edhe tha, na ka pëlqej biseda çdo Që ditë. kanë dëgjuar, do Edhe kena paguajt kamarierin, që çdo ditë na japin masa për tije. Thash, po ne e morëm vesh këtë Leksione falas. E morëm vesh thash këtë sene. Kjo ishte free trial. Free trial. A mund ta bisedojmë, thash po, thash sa ta kryj, thash se këta do shkojnë, thash mbrëmje mund, tha, do qesim dark. Ne shkum dark edhe i pru 2 fëmijë, djalë e vajzë. Vajza ishte 15 vjeçare, djali ishte 18 vjeç. Moshat shumë problematike. Edhe ai donte, unë t'jem trajneri personali i gruas tij. Okay? Edhe ne dulem në temë dulem. Edhe vajza ula fërmeja, djali ula fërmeja, ata i kisha përballë. Edhe ne bisedum non-stop, edhe normal të 2 fëmijët ishin si singjera fërmeja. Fillun ata veç qëllojnë, ama nuk e ndalën bisedën. Edhe në ora 11 ata shkun, të flej. Dhe vazhduat bisedën. Edhe i hoqi syzat gruaja se është celebrity. Këtë qame. Tha, tash e di pse Zoti na çoi këty. Edhe baba tha, para se më bë punë me mua se me gruan time, tha, a mund të më ndihmosh fëmijëve? Tha, çka bën për 4 orë? Tha, ekspertët e Hollywoodit s'kan bë me fëmijët e tyre që u paguajnë me $100,000. Do të thonë, u zbërthyn familjarisht, emocionalisht. Kjo emocionalisht, 2 prindër u bën emocionalisht. O sa kemi nevojë kështu në familjet tona të ndodh. Ti, do me thënë, ti vajzë 15 vjeçare, 14 vjeçare me hapa depresioni. Wow. Do me thënë, ke ne signalet si prind nuk i ndëgjojmë. Edhe japim arsye, do bëhet më mirë, merre një hap, do bëhet Ja më na mirë. shkalojmë fatkeqësisht. A nuk e kupton ndikimi i asaj? Do me thënë, normal mjekësia ka pjesën e vete, por gjëra tjera që psikologjia dhe një ekspert Jo mund t'ja ofron, ndryshone, po. duhet t'jenë ata në balancë. Unë shkoj në mjekësi nëse Kam diçka fizike, diçka zemra, që kam ose nevojë. diçka që kam nevojë. Për gjëja që, do me thënë, gjendje emocionale, kthehen atë emocione, që mund ta shkatrojnë shëndetin, çelësi nuk është e barna. Absolutisht. E Do vërtet. me thënë, ata duhet kërkimi dhe menaxhohen zgjidhja së bashku, për shkak se normal, unë nuk jam mjek, unë jam ekspert i sjelljes. Dhe po kam 2 fakultete, por kur vin puna njeriu kur më pyetën, a duhet t'i ndal barna? Jo, thash, për atë sent ti do bisedosh me mjekun, a unë ta garantoj me ndryshimin e psikologjisë, fiziologjia do ndryshon edhe ti vetë do të lësh banat. Toni, sepse jemi në minutat e fundit, kjo është fantastike, kjo është një, si të them, Janë një... leksione falas miqdashur se si ta kërkoni E vërtet. në tek vetja juaj, se si ta kërkojmë, sepse gjithmonë Po. kemi çelësi diku. E kemi të gjithmonë, fshehur edhe them. ne jemi vetë qelsa, mendoj ashtu. Si mund ta krijojmë një ambient ku secili ndihet i dëgjuar dhe i mbështetur emocionalisht. Si të bëhemi çdo ditë më antar i mirë i familjes. Kështu më Serte shqip duhet nisim prej vetës. Do me thënë, mos shprit familja të ndryshone nëse ti se ke ndryshuar sjelljen tënde. Që ti themi pas hyrjes sot jam mirë, sot do Sot jam bëhemi mirë, mirë, sot ose gjithçka kur shkon në mbrëmje, fillo të krijesh ditën tënde. Si e zgjedh programin, si e zgjedh kanalin, si e zgjedh videot në telefon, do me thënë zgjedh me dije, zgjedh çka dëshiron të dëshiron. Zgjedhë ditën, zgjedhë mënyrën e komunikimit si dëshiron ta kesh atë ditë me të afërmit. Jo çdo i afërm do të jetë receptiv kërkesën. Se nëse ata se kanë ndryshuar vetveten, nuk do të ndriçojnë ty. Vërtet. Edhe nëse nuk e ke atë hapësirë në familje, gjen njerëz që mund ta kesh atë hapësirë. Edhe si zakonisht rinja e sotshme nëpërmes telefonave kanë shoqërinë tan botën. Po kjo duhet të jetë e dyanshme, domethënë edhe prindi, edhe fëmia duhet ta pyesin veten çdo ditë. Domethënë si dëshiroj ta kem ditën sot me baban, me nanën, me djalin, me vajzën, me dajën, me tezën, me hallën, me nipin, me sendet. Edhe shumica e njerëzve nuk e përshojnë këtë pyetje. Do me thënë, filloni me pyetje të thjeshta. Edhe nëse merrte çdo ditë atë pyetje dhe e bën shprehi për 365 ditë, ajo familje ndryshon. Po për shkak se s'ka ndryshuar psikologjia e familjes, edhe këta pyetje me bën njeriu vet, nuk do të ketë. Po. Më dhe një skenar të mirë për të filluar të implementoj në shtëpi, sepse do të organizoj familjen time,
që një ditë hajde sot të sillemi në mënyrë arrogante të gjithë. Ta provojmë gjatë gjithë ditës. Hajde nesër si të përmirësohemi deni. ndryshe. Okay. E dim ta provojmë dhe të shikojmë se cila është më e mira dhe ajo le të jetë udhërrofyesi jon për në vazhdim. Më nuk duhet edhe ta shikosh cila është më e mira, trupi ta tregon. Mendja ta tregon, shpirti ta Ta tregon. bëjmë si skenar, zemra që ta të gjithë tregon. të rezultat. gjithë të japim Ajo atë që- negativisht, të mundohemi kush sa më shumë. Nëse edhe keni që- dashuri do filloni qeshni mbas 5 minuta. Sigurisht. A nëse s'ka dashuri, atëherë Do të të vazhdo, nxiten më do të tepër. vazhdo. Të nxiten. Unë ka disa sigurisht që gjitha luftat ne diskutojmë shpesh, gjitha luftrat të jashtme janë që dikur do të shuhen, por ajo lufta më e frikshme është ajo që ndodh ndër kulmin e shtëpisë. Po, vërtet. edhe urojmë që të mos kemi kështu luftra, të zgjidhen sa Të më shpejt gjitha vëdësohemi këto të jemi edhe me problematike. të vërtet persona më të mirë për vetë vetën, mbi të gjitha dhe pastaj Që të edhe për reflektojmë. familjen. Toni është gjithmonë kënaqësi. Është Faleminderit. shumë shpejt i kanë edhe koha, Gjithmonë, skenar nuk patëm, po diskutuam po. kështu që tema në përgjithësi. Edhe Unë kemi pas një falenderoj interakcion shumë, të mrekullueshëm edhe me shikuesit. Faleminderit për çdo Faleminderit informacion, shumë çdo për gjitha leksionet që këshill, po na jep. po. Edhe mënyrën se si Faleminderit. ta gjejmë zgjidhjen nga brenda që mund ta kemi. Inshallah. Faleminderit Kurdo shumë. që je në Maqedoni tashmë e din, ne të presim Ne këtu këtu në jemi, studio. Ne edhe këtu shiku Dy jemi. herë në vjet vi. Dy herë shifena. Shumë Faleminderit faleminderit. shumë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do të shihemi nesër më pozitiv se sot dhe më shumë se pas Kemi nesër ku të sigurisht. shkojmë më drejtro më shumë, a? Do të mundohemi të japim The sky is the maksimumin. limit. Ta kërkojmë që nga thembra që ta nxjerrim vetëm e vetëm për t'i bërë të lumtur edhe shikuesit tanë. Faleminderit Shihemi shumë që nesër keni një të qenë kohë me tjetër ne. më deri atëherë. Mirëmbëjtje të gjithë. Mirupafshim.